Kryetari i Partisë Social-Demokrate Tom Doshi në një takim me njësinë Rrethina në Shkodër i bërë thirrje qytetarëve që të votojnë PSD në zgjedhjet e 11 majit, një forcë politike që sipas tij ofron një program për shtresat sociale në Shqipëri. Doshi tha se nuk mund të ketë integrim në Bashkimin Evropian pa përmirësuar ekonominë e familjet shqiptare. Nuk hihet në Europë as pensionistat me 100.000 lek, as ndihma sociale me 60 euro 4 persona, as të verbrit me 90.000 lek vjetra, një turp i madh i të gjitha qeverive. E kena fillu me 1 në 2017, sot kena 3, por mas 12 maj do kena dhe grup parlamentar. Votoni Partinë Social-Demokrate sepse unë jam deputeti që u kam përfaqësuar dhe do t'ju përfaqësoj edhe 4 vjet tjera. Kreu i PSD-s Doshi i ktheu një përgjigje dhe akuzave të Sali Berishës. Në qoftë se ka një Shqipëri që ka punë me Zotin, jeti dhe di manushi. Në origjine, smundjeve që nuk mjekohen nga ilatet e skadura që shisin të re. Realizuar këtu, investimin në transishëm në industri farmaceutike në historinë e vetë, me të cilin hidhen baza e një industrie farmaceutike në moderne në rajon. Ky është Sali Berisha, pra, që kur ishte kryeministër, shkoje, inauguroi Profarmen dhe tha që ky është një investim strategjik. Faktikisht Berisha nuk din gjë çfarë Zoti, s'ka kanë kundër Zotit gjithmonë. Ai është për atyre komunistëve që kënaqet me pa njerëzit të vujt. Sali, ti je i hajdut që është 91-shin që ke vjedhë dhe lekt e arkës PD-s. Ty është me thanë hajdut, jo mu. Din vetëm me shpif, din vetëm me shall. Në këtë takim, kryetari i PSD-s tha se Social-Demokratët janë të pranishëm në të gjithë vendin, duke kërkuar mandate deputeti në 12 qarqet e Shqipërisë.